Mimrama, sot të këtu në Prizma mysafire kam gazetarin dhe njëkohësisht këngëtarin, Mentor Mripa, cilën e falenderoj shumë që ka ardhur këtu në Prizma. Mentor, mirë se erdhën në Prizma. Faleminderit për ftesë. Më lejo të përshëndes mas pari ekipin. Ai ishin shumë të sjellshëm. Nuk është hera e parë që vi në televizionin 8-7, siç thot Leo. Ne jemi mësues 8-7, më thon. Pra mas pari këta ekipin, pastaj ty dritan. Faleminderit. Desha me të prezentova gazetar dhe njëkohësisht këngëtar. Po. Cila është përpara është këngëtar a gazetar? Më në dritan. A disi, po më duket që kur kam lind, nuk kam qajt, po kam këndu. Do të thëtë gjithsesi muzika. Por nuk e dija kam përmend, mendoj që kam përmend në për intervista tjera, që prej fëminis hershme, do thëtë mosha 10-11 vjeqare, unë kam ditë saktësisht çka dua të punoj. Do thënë, improvizoni me shokët e shkollës, biseda që po bëjmë, e unë isha ajë gjithmonë që i merë pyetje, do më thënë që intervisteja. A dhe në shëndroheshim në personazhe ku i dynë të futbollit, të muzikës e krejt, do më thënë personazhe të njohura, Fadil Vokri, Migjarame e tjerë, do më thënë, bëheshim, a unë isha ajë që i intervisteja. Që aty këngëtar dhe gazetar? Po, ti e filozof dhe do të kuptosh në formë matematikore, do të them, po do të kuptosh e disi, këto të dyja, e mbrusi i përbashkët i këtyre të dyjave, do të dy, ta themi profesioneve që i bëj, apo punëve që i bëj, se profesione kam sa të dush, është mikrofoni. Do të mikrofonin e kam, si di, si një dashuri të madhe, do të funksionoj shumë mirë kër e kam mikrofonin. Nuk, natyrisht jam i përgjithshëm dhe përpiqem të jam i përgjithshëm në çdo punë që e bëj, domethënë kur flas, do thotë kur i drejtohem auditorit minimalisht 2 herë në javë në radio, por nuk kam as i trem klasike, përgjithësi po, sepse ti e din, emisionet e drejt për drejta, një fjalë shkoj gabim, mori fonda e fund, domethënë nuk kthehet më. Koren që zanë ndryshë, është e montan, e heks, pëlqen, anek, domethënë shumë pak kam emisionet që i kam incizu, domethënë shumicën e këbëjt të drejt për drejta. Kjo drejt për drejtë të manë edhe ma vigilent? Gjithsesi duhet të jesh vigilent. Dhe përpiqem të jem vigilent. Vile një kohë, merresha edhe kritikoja shumë politikën. Ne kritikoja, jo me ofendu, se dallimi është shumë i madh i ofendimit dhe i kritikës. Ti e din këtë. Më thoshte një shok, je shumë vigilent. Domethënë, se i përcjellja shumë aktivitetet e tyre dhe menera hajt diçka në mënyrë spirituoze kështu të flas. Dhe që se përmend dhe politikën, ka disa kohë që jemi në një blokad politike... Ekonomike, qysh dush? Po, çfarë mendimi ti ki? Kur fare, heq. Sinqerisht jo. Do më thënë, nëse mund të përmblidhet në mënyrë më të butë, po në një formë tjetër edhe që është shumë kritik, unë do të thosha kjo gjendje është pa koment, sepse pavarësisht për plasive të ndryshme, nuk po ndalem tash kush ka të drejtë. Po. Do të thënë, nuk po ndalem të asnjë parti, po në mendoj se kjo është një bile kur flasim për disa proceset, që ta mërmenja që po flitet për Amerika, ku e di unë, do të thënë, e flitet për një vend me 10.880 km2, vërtet kam përshtypjen që luhet ping-pong me ne. E hedhin topin të njëri tjetri edhe ne po e zëm gjendja financiare e radio-televizionit Kosovës dhe ato ku ju punoni? Ato reagimet e ftofta. Jo po ky kështu, jo po kjo kështu, jo ky komision do të mu formu, jo s'do të mu formu, jo pse mu formu, jo do të mu formu. Në rrogat si marim, ose i marim edhe ta mërmenin se të kanë bon derë, po rroga nuk është me të bon derë, rrogën e ke meritu, ke punu edhe kaqa, kupton. Ju përmendet në fillim që thatë që kur keni lind, nuk keni qajt, po keni këndu. Po, përshtypja ime. Po, cilit instrumenti kera, se cili është instrumenti parë që kera? Pianës.
Pianës. Pianës, po. Bile, do ta them, në vitin 1983, baba im dies pas ma ka pas ble me sugjerimin e profesor Rafet Rudit, ma ka ble në Prishtinë një pianino të markës Petrov, një prej markave më të njohura çeke. Besoj që ti e din. Po. Ashtu, po nuk jam bërë kur pianist dritan. Asnjëherë. Po pianist për veti. Po, për veti po, për idare që thonë. Por jo. Do thot dhe pianon edhe sot kur e dëgjoj pianistë të ndryshëm ose këngë të ndryshme ku përdoret bukur piano edhe klaviatura edhe krejt. Unë e dua shumë edhe gitarën edhe shumë instrumente domethënë këngë të ndryshme edhe me gitarë me krejt. Po pianon e kam ta themi favorite. Jo, keni shpjegu shpesh herë në për intervista që jeni i verbër. Por ju keni... Qa me spjegu, unë jam. Po, ama jo, keni full për të, po du me thonë, ju keni lindi verbër. Po du t'ju pës, qysh... A bën me, mësë më thonë, jo, t'jemi marahat, më thuj edhe jena marahat. Falenderit. Mirë me ndërë. Qysh e imaginën botën për rrë? Një botë të cilën nuk e ke po. Ka shumë anekdota për këtë po përdorit tash, sepse emisioni Prizma është një emision shumë i shikuar dhe i dashur ndër të tjerat edhe për mua dhe disa miqtë mi pas kanë qenë në këtë emision të ftuar dhe të përpiqem të ruaj atë masën e seriozitetit, atë sa di dhe pse nuk marrin njerëz kanë erjosh shumë seriozisht. Shika dritan, ma kam bë pyetjen edhe çush ishe ëndrat e domethënë kurreshtje të ndryshme, pa ndonjë tendencë, domethënë sikur pyetja jote. Botën e shoh ashtu si e shoh, në mënyrën time. Domethënë bile tash ana tjetër me mikun tim të madh Hekoran Krasniqin e bisedonim një mbrëmje sepse Hekorani kur i bën pyetjet gjithmonë i bën pyetje jo sa për të bërë pyetje, po vërtet më thënë pyetje që janë të arsyeshme dhe janë me vend. Më thot, po qëse bëhen sot ato inovacione që shpo ndodhin teknike, teknologjike dhe po e sheh inteligjenca artificiale që ka bërë edhe të gjithëve po na hyjnë punë edhe këto zhvillimet e jashtëzakonshme teknike, teknologjike dhe një ditë po rregullohet puna dhe po shehti. Thot, pasi që s'ke parë asnjëherë, si do të shohësh, si do të thash Heki, se Heki i themi, se edhe brendi i tij, domethënë produksioni i tij quhet Studio by Heki. E thash, do të më po trajnim dritan. Trajnim me i mësu njerëzit që shohin ç'është do të më pa. Domethënë me pa të bardhën, zezën, të kuqen e tjera. Sikur fëmiu që lind me fillesat. E pra. Por unë nuk besoj këtë si gjëra shumë, jo do të shoh. Për me shty këtë pyetjen e Koranit me tutje, a kishe dashur me pa? Po, natyrisht, ama nuk jetojnë as si ëndrash. A kupton, domethënë, sepse unë jam i pajtuar moti me fat. E disi, po bëj një digresion. Po. Nga rajoni Mirditës e kam mësuar këtë që ishte, dhe kanë marrë dhe gjakovarët edhe disa të tjerë, kur shkojnë në ngushëllime, sepse mu mbjen shumë dhe shkoj, kam përpiqem të respektoj njerëzit, edhe në varrime edhe në ngushëllime. Për këtu përpiqem të jem shumë i kujdesshëm se ndarësma. Dhe aty, e pa ta dëgjuar para shumë vitesh, një shprehje që në shikim të parë duket shumë e rëndë, po është aq me vend sa topi se lu. Thot, bën pa çka me bë. Edhe une, dhe jam mësu me këto, edhe tash, po bëm pa çka me bo, a kuptan? Do të thotë, shiko, jeta ashtu si që të vjen, me sfidat, me të gjithat, e kam pranuar në mënyrë sportive, tamam me sportivitet, sepse unë, sigurisht që i kam imagjinatën time për këtë ose për atë, sepse
Kur jo bona pyetjen mentor, falë që po ndërprej, kur jo bona pyetjen e pata mikët e nisa mikët ide. Unë për shembull s'kam qenë në Amerikë ose në Japoni kur. Asnjëherë. Dhe e imagjinoj Amerikën prej këtu, po edhe prej asaj çka kam pa nëpër filma. Ma ti shikon më nësh me pa dhe parafrasisht e din ç'është duket. Qartë, po du me thonë, miqët bazë deshta me të pyet ç'është e imagjinon tjetrin që e ki përballë si njeri, si objekt, si mikët ide e pata. Forma ma korrekte kur i drejtohesh një njeriu, sheh ose s'shehaj, duhet ta shikosh në sy. Po. Më ka ndodhur me një person, nuk do ta përmend për hir korrektësisë, se njihet, është bukur i njohshëm, dhe më flet i kthyer me shpinë. Me shpinë më flet dritan. Nuk e kthen kokën. Mu dok një ignorim total dhe nuk e kam taku ma. Bilen sheti, disi kam përshtypjen edhe në forma veç me tek qafësh. Do të thot korektësia maksimale ose minimale, tash po të pak ma mirë, është që kur i drejtohesh një njeriu, sheh ose s'shehaj, duhet ta shikosh. Sepse ti e din, edhe kriminalin më të mëdhenj e tradhtojnë syta. Do thënë, ai që ka bërë, që gënjen ose diçka, përpiqet të ti mshef sytë. Do thënë, përpiqet të mos shikoj. E prandaj nëse nuk e shikon të verbrin, besomni që e vren që nuk po e shikon. Domethënë nuk po i drejtohesh drejt në sy. Çka nuk dim na për të verbrit? Shumë çka. Çka janë ato si bazike? Kjo është e para që e thatë ju që dikush të flet me shpinë, me idenë se ti nuk peshe. Po ai mendon kjo është e para, po, ama dritan. Ai mendon që unë se kam vrejt, unë e kam vrejt sepse zëri ti vjen te nan, a e kupton? Po. E tash, nuk është mëkat të mos dish. Kupton? Po. S'din për të verbër punë e madhe, pyet diken, është shumë më mirë se të konstatosh pa lidhje, këta bëjnë kështu, këta e pinë kafën qëtu, këta hajnë bukë qështu, këta e kapin lugën qështu, e ku e diun gjëra tjera. Më mirë është me pyet. Sepse ka shumë mos them paragjykime, po stereotipe. Do të thotë stereotipe të ndryshme lidhur me diken që qenë ka me aftësi të kufizume. Sepse unë sipas meje nuk ka njeri me aftësi të pa kufizume, sipas meje. Dhe është shumë më bukur. S'kisha pas qenë me pas dikën mik që nuk ka aftësi të kufizuara. Hajtë gjenë mësh. A ki ti? Kënë ta bëjk pytjen kontra une. A ki ti aftësit pa kufizume? Nuk ki pra, diçka të mungan edhe ty. Ku e di unë qash? E tash. Pak shaka. Pra dritan, si qisha duke thënë, duhet pyetur shumë më mirë, për shembull, atë duhet kjo ndihmë, ose mund ka ndodhur një njeri bukur i ngritur me fakultet, se ke qysh ty me të lonën me pagu. Dhe i sa erdhë puna, i thash, hej, pagujen se e kom rogën ma të madhe se ti, po më s'ma e gare. Kështu më ka ndodhë. Do me thënë, verbrin, po e zëmë në këtë rast, mos e shikoni si UFO, mos e shikoni si përbindësh, mos e, do me thënë, më mirë kërkoja një mendimin, pyetni për aftësit, çka mundet, çka s'mundet, do me thënë, a mundesh, a ka nevoj me të ndihmu që to, a s'ka nevoj, e të tjera. Do thot, nuk është, edhe njerë po e përsëris vetën, nuk është keq nëse s'din, se pyet, se sa të konstatosh për një gjendje që se din, se këta dim kështu, këta njën ma mirë. Ne jemi të prirur me konstatu për gjona që si dim. Po bre, edhe kur flasim ne, ke pa në politikë, krejt jemi kompetent, krejt i dim aty në tavolinë sidomos. Edhe në kafe, edhe krejt i dim, edhe është minimumit thuhet, unë mendoj, jo ti me konstatu. Valla, që kjo ka rik, është e qelqit, jo mërë, së është e qelqit. Edhe, kështu që shumë është mirë, kur dëmë në thonë diçka me plasu idenë tënde, duhet thuash, unë mendoj. Kur e keni fituar, ose kur e keni marë honorarin e parë? O sa e bukur. Faleminderit. E disi, në jetën time kam punu shumë punë, lloj punë.
Po puna e parë, realisht, ka qenë një befasi e këndshme që ma bëri indjeri profesor Abdul Ramaj, që ka qenë drejtori entit të teksteve dhe veprave, dhe teksteve, entit të teksteve dhe mjeteve dhe teksteve të Kosovës. Dhe ka qenë hartusja betarës parë për dverber në shkrimin e brajt, se dikush gabon thot alfabet, po ti nuk i thua, si filozof, i thu shkrim, që alfabeti është një. Kjo ka qenë diku në vitin 86. Kam qenë më kaftuar Agja Abdyl, si që thosha unë, profesorit Abdyl Ramaj, dhe më thot, je përzgjedh ti të shkosh të bësh korektur, se unë nuk jam albanolog, nuk jam gjuhtar, po t'jesh korektor për lektyra për të verber në braj. Në braj. Para luftës nuk kemi pas shtypshkrojnë për të verber, në shtypshkrojnë të brajt në Kosovë, dhe më është dashur bashkë me babajnë tim të shkojnë në Beograd. Unë lexoja tekstet dhe ku kishte gabime ortografike, babaj ime nënvizonte me laps me kimik. Dhe kjo ka qenë ajo puna ime parë që është pagu, besëm. Çfarë moshe ke qenë? 13 vjeçar. Të dytën, se po i them këtë si i mitur një 3 punë, të dytën mu ka pranu një kangë në Zambakun e Prizrenit 1988, ku iniciatore krejtë ai themeluesi i Zambakut ka qenë Shatran Dobrava, i cili edhe më shty në farë forme të marrë pjesë në Zambak të Prizrenit. Besëm sot se di hasat kongë si t'inglën. Dhe ne ka këndu dikush tjetër, ne këshe kam kompozu, që aty 2-3 akorde, ajo ka qenë honorarimi 2, e i 3 viti ka qenë kë? 88-ën. Sa vjeç? 15. Po. Kështë ma, taman sa i mbusha 15 mu pranu konga, disi qashtu. Tash, në vitin 1990, kam punu dhe DJ-a, për mbesën. Në një lokal Mitrovici që quaj Edi Klub, kam punu një kohë të shkurt, me kasetat, s'dija i man menti kasetat, kasetat e kasetofonit, për i kishim 2 si studio, poshte kisha një me një kaset edhe lartë me 2, edhe kisha miksetën në anën tjetër, mikseja kong, edhe dhe gjanin njerës të muzikë, sidomos të shiesime ma shumë, që do të tëtë më shumë rock e të tjera. Mes thjeshtësisë dhe komplikimit jeta qysh është për një dverber? është si për krejt, po me sfidat e veta. Sepse nuk më pëlqen, dhe mendoj që nuk jemi të sinqert kur themi jo, jeta është e lehtë ku i diun. Mendoj se ka shumë halle kjo botë. Dhe këta njerëz, dhe ne jemi të krijuar që të mos bëhemi rahat kur, sepse ke pa, që të kryet një problem veç kur del një tjetër. Edhe më pëlqen ajo shprehja shumë e bukur. Mendoj që çdo fe e ka, po citoj në Islam, pasi që janë vetë muslimanë në këtë rast. Do të i gëzuar mos u gëzo, ose o i gëzum mos u gëzo, o i dhënum mos u dhëno. Do të ti marrim me pak më qetë, që po thënë ta trit më chill. Aristoteliane, mesjartë. Tash. Sfidat janë të ndryshme. Thash, më e para është mos kuptimi, keq kuptimi, tipizimi, ndarja, veçimi prej shoqërisë i këtyre, ose kategorizimi. Kjo kategori e njerëzve, pse vëlla, thuj, këta njerëz, këto kategorit e marginalizuara, kjo kështu nuk më pëlqen kjo, edhe për minoritete kur flitet, edhe për femra, edhe për krejt. Më thënë, sepse vetëm du t'i ndajmë njerëz, jo njerëz, kaq. Edhe mos t'i shikojmë, do më thënë, që t'i e din çfarë respekti i bëhet, ju ka bërë Ray Charlesit, ose Stevie Wonder, ose tash Bocellit, e ma përmendet i edhe Borgesin, që e ke lexu edhe ke pa edhe intervistat e tij dhe shkrimet edhe gjithçka. Sepse duhet ta shikojmë si artist, leti atë anën tjetër dul ky çorri në televizion. A vëden? Dul Bocelli, për të cilin e ke pati çfarë pritje i ka bërë edhe Donald Trump tash vonë. Nuk e ka ftuar si dverber, po si këngëtar të madh, ndërsa Barack Obama ishte martu me Michelle edhe kishin pas këngëtarin kys, domethënë me këngët e tij ishin martu, ishin dashuru.
Nuk e kam bo pyetje në ashe, as shekë. Qka ka mangu kjo shoqëni, ose kjo shtet, ma mirë me hanë shteti, institucionet, për njerëz të cilët janë të verbër? Cila është mënyra që të duhej institucionet me pasën Kosovë që nuk e kanë? Të them drejtën, si pas meje, vazhdimisht, pajto me ty, gjithsesi, që nuk i bën një ndërë të madhë që e jep një do lek, do para njeriu, se ka këj verbër dhe hajtja jap, adhe. Jo. Heqja barierave të ndryshme, që janë ndonjëherë dhe banale, edhe pyetjet që bëhen kalon deri në banalitet, çështje shumë banale, shumë të thjeshta që ju bëhen njerëzve. Cilat janë ato? Disa. Pak, e di unë a veshësh vete, gjëra tjera, qysh ki me punu ti, ose po e zëm, i them dikujt unë tash po shkojnë në radio, pëse qa bën ti në radio, bile njerë njërit tha, në qa lypti aty, thash pa i bi fyllit atje. Nuk e kuptonte që unë aty punoj, se nuk po bëj ka aqjes shep. Pra, barierat e ndryshme mund t'jenë deri tek ato të mos dhënjes së të drejtës, tash është më mirë, se ne që kemi pas, mos dhënja e drejtës për studime, për punësim, por, dritan, unë nuk jam idhtar i diskriminimit as pozitiv, as negativ. Më beso, edhe sot, edhe në parlament Kosovës, nuk jam jurist, e them mendimin tem dhe më lejohet të them. Unë jam kundër kvotave, me njerë. Unë jam për meritokraci. Nëse meriton, hin. Nëse se meriton, jo. Sepse pat kvalifikim do të me hiky pëse është mashkull, po më nej pëse është femen, ose pëse sheh, ose ku e di unë, jo. Por, nëse din mos ja pa mundësa, do të drejtën e ti, sepse edhe ai njeri, edhe pse s'she, është i dobishëm sepse mund të kryej shumë punë. Po e zëm, unë punoj gazetar prej vitit 1999. Tash, me 28 nëntor bëhen 26 vite që punoj këtë punë. Punë me shumë pasion, me shumë dashuri. Mira keq e vlerëson populli, vlerësojnë njerëzit, po me dashuri të madhe, po me sinqeritet maksimal, dhe me naturalitet sa më të mundur, sa është e mundur. Po e përmend ose po i shkon për anash kategorisë sinceritetit. Sa jemi ne të sinqert si shoqëri? Edhe për perspektives tane faktike. Se di s'kisha bo dallim, nuk dallon këtu Kosova shumë prej botës, si pas meje. Po ne ndoshta jemi liru ma vonë, dhe jemi bo shtet shumë ma vonë, dhe pastaj kanë ardhur pa shumë karakteret tona kanë ardhur mirë, si përfaqe, domethënë. Sa i përket sa jemi të sinqert, ose jo, unë më së miri do të flas për veten. A jam as jam, se për ndryshe njerëz mirë po. Intuita ime, edhe ndoshta edhe muhabeti, edhe përvoja shumë e madhe jetësore, ta them të drejtën kohëve të fundit, bukur shumë po e di kush po është falcë dhe kush i sinqert. Nuk bëjmë përjashtim ne, po çka më pëlqen, për shembull në vendet tjera, më shumë, se nëse don me të kritiku, ta thot brem fytyrë. Po. Kupton? Pa të ofendu, po me të kritiku, po më pëlqen bre vlla, nuk pe bën qëto mirë, bën e pak ma mirë, e të tjera. Do thot, unë jam idhtar i sinceritetit absolut, dhe jam për kundër gënjeshtër, bile edhe në hajde për një prill, nështë ta gënjejmë pak, se me shokët e mi, i kam gënju edhe familjarët edhe krejt, edhe më kanë gënju, valla, e krejt, ama nuk e pranoj gënjeshtër në asnjë formë. Unë mendoj se për të vërtetën gjithmonë është koha. Mentor, ne secili në një moment caktuar ose na pyet ose i themi vetes se mos ishte ky ose ai moment ose ky moment ose ky njeri ose ai njeri na shtynte përpara
nuk do të bëja diçka të tillë. Kush është dikush që të ka shty, edhe në muzikë kam fjalën, edhe në gazetari. Unë pavarësinë time e kam arritur duke jetuar 12 vite jashtë familjes, domethënë në konvekt. Aty kam mësuar gjithçka sa aty je vet, nuk e ke nanën, nuk e ke babën, domethënë je krejt vet, ditë s'ditë del i grisura, i pastra, jo ndoshta bashkë i pastra, ku e diun e gjëra të tjera. Domethënë i mëson të gjitha. Përvoja është shkolla e jetës, pra e din ti më mirë se unë. Shika, me dëgju muzikë, më kam mësu mas pari një gjagjaj imi, një agjim, që i kemi 9 vite dallim me te. Në mënyrë pozitive më ka imponu pak shijen e ti, po pas taj shija ime është kultivuar, natyrisht. Gazetari, duke i dëgju gazetarët e Radio Prishtinës atë hershme, po me cilët me plot më ka ra me punu, pas taj që është nga si edhe më e madhe. Ku shenë dy modelet këtyne dy pozicioneve, që ti ke njek? Po e zëm, Hivzi Krasniqi, ndjes pas, gjithmonë i kam thënë mësus. Se po më thu bre, asë një minut nuk më ka ligjeru. Asë një herë. Por duke e dëgju, kam mësu shumë prej ti. Në sport po e zëm pastaj, po i përmen këta dy, po i përmen tash Azem Brovinën, i cili, bile kur e ka promovu një liber, isha me shokun tim Fatos Preniqin aty, dhe unë i thash e mora fjallën, desha ta falenderej dhe ta uraj dhe krejt. Azem Brovina, unë kam dëgju shumë edhe dëgjoj shumë sport, futbol, posaçërisht shumë. Edhe për cilë i lojt, edhe të më thënë, sidomos këto ligat më cilësore. Azem Brovina aq bukur e sqarante, po flasë të futbolli, sepse e lidhe me këtë sheku e dion. Azem Brovina aq bukur e sqarante, bile edhe ritmin e të transmetuarit, e bënte ritmin ashtu si shkon të topi. Gjë cila duhet gazetarët sportiv të dëgjojnë më shpesh për një qartësi, për një dikcion, për një njohje të mirë, për shumë informacione, dhe jo informacione, po e zëmë se dëgjoj në herë diken në televizion, shkon topi, unë i dëgjoj publiku, ai flet, jo familja këti e ky vjen për këtu, e këtë thuti që qaq në intereson neve, familja fillon futbollistit. A topi po shkon është një akcion i mirë. Hivziun e kam darë se ka qenë i sinqert mikrofon, Hivzi Krasniqin, më ka ra pas taj me punu, e krejt e kam pas shefe e tjera. Kam shumë aty shabanari, fajnë e krejt, shumë njerës që si jetojnë. Por muzik? Muzik, shia ime është muzikore shumë interesante. Për shembull, të drejtën ma shumë kam dëgju shumë, ma shumë muzikë arktuse, po muzikë popullore kam dëgju prej Luan Hajrës mas shumë. Te kam pas një të preferuar timin, dhe këngë popullore kam mësu mas shumë që të e dëgju Luan Hajrën. Edhe babaj ma sodhin shpim vitin 1982, edhe bëra një tip bisede që e kam dikun të rujtën në një kaset vogël. E muzikë botërore ma shumë mas me trajt. Po dikur, shia ime, dhët pak nështë nuk e kam kuptu mira, ku e dion, nështë duhet me dëgju një kongë 2-3 herë, 4 herë, 5 herë me vlerësu qëfar është. Atash nështë me përvoj të madhe, sepse më ka ra dritan shumë duke u marrë me këtë punë, qatë sa jam marrë, sa të sa mirëm, që ti dëgjoj shumë kongë para se me dalë, para se me i pa jo opinionit tjerë, në njerët e tjerë. Se shok këta njerës të studiove, po e zëmë para lufte shumë kam qenë të Enis Presheva, që ka qenë një producent jashtëzakonshëm, edhe shok im, gjenerate imja. Edhe shumë albumi kam dëgju pa dalë ende në treg. Më dhënë, sepse ose mërte të shpia e ti, ose në telefon mi në shënë, i kena pas në ato telefonat jo mobil, kanë qenë statik. Edhe këta sigurisht si marë menti. Dhe e tash po mbjen shpesh të Hekoran Krasniqi, i cili si kurse e nisi është punëtor jashtëzakonshëm dhe është ndjen e shkëlqyshme të këndoshet bashkëpunosh me te. Dhe me këtë rast, në emisionin tënë të Prizma, po them diçka që se kam thonë ala askun, ende askun, që unë kam incizu 7 këngë, 3 krejt, këto mujtë e fundit, ndoshta edhe 8 këto ditë incizaj, te Hekorani, studio Bajhek.
Mirë. Në krejt janë 3 ja. Ka ku që ke pauzu? Shika, unë e incizajnë është ta një kangë në vit, 2. Në më thënë që tash atë videon e fundit e kam shu me 31 maj, këti viti. Kuptan, në dhe në kështu, nuk ngutem, nuk e kam prioritet. Sa është transformu muzika prej kur ke fillu diris? Atyresht, është transformu shumë, tingulli sot është absolut, dhe nuk mund të them që s'ka muzik, nuk pajto me ata njerëz, ka shumë muzik sot, po ndashta pse kemi dëgju në shumë, mendojmë që muzika e atëhershme ka qenë më me shpirt, më me ndjenjë, ku e diun. A beson dritan, disa këngë që janë shumë të popularizuara, ku e diun si Hello, e Lionel Richie, ose Hotel California, Eagles, ose tjera Betit, Michael Jackson, që kam një ndjenjë tjerë zakonshme aty ku Eddie Van Halen ekzekuton gitarën, edhe ato solot në i dim që kemi dëgju. Edhe në solazhat e tyre. Këtu në këta album, edhe këtë du të them, me Hekin, ka qenë një, edhe logistika ka qenë e këndshme disa shokëve tanë, që kanë qenë her pas herë në incizimet, me ne, ka qenë Rida, Ridvan Saqipi, Gjavit Bujupi, Gazmen Fazliu, Lorim Leku e tjertë, një natë ka qenë edhe Halil Mrim, Fadjali Azës, që e bënin shumë të këndshme, por, Heki të adhuran një ambient qashtë të mirë, që ti ndihesh shumë këndshëm, dhe unë këtu kam këngë të mas pak të kam balada, në dhe në krejt janë ritmike, janë rocke, ka funky, ka reggae, kështu po shpresoj se do t'jemi mirë, shëndashe, do t'i dëgjojmë edhe do t'ju pëlqejnë. Po, falenderit shumë që ndatë këtë informacion në ne. Kjo ishte tamam për prizmën, besoj. Po, falenderit shumë, po, dikur thuhej, muzika ka qenë identitet. Je identifiku me të dhe edhe në kuptimin e bot kuptimeve. Kurse sot thonë që muzika në një farformë shprish, nuk tep, nuk ka shpirt, nuk tep... O, dritan, se cila koj ka të mirat e veta. Nështë ta mas 15 vjetë kemi me thonë, nëse jemi shëndash, ala në 2025 në ndëgju muzike e mirë. Shtë që se cila ko, është për shtypja ime, është ne kemi nostalgji për të shkuarën, edhe pse e shkuarë, u shku bre, u kry. Me gjitha ta e në njek. Ose s'kem qef me lëshu. Qajo. Kështu që, po, njeri unë si pas me, kur diskutojmë për muzikë me njerëz, ja kuptoj, si pas shijës e ti, ja kuptoj nështë ta pakat, si që thua ti bot kuptimin në shijen edhe kulturën e ti, ku e di. E di qa ndodhë? Po e zëmë, unë nuk kam dëgjuar folklor fare. Unë kam jetuar në Mitrovic, jam Mitrovicali. Pse s'ke ndëgju? Kam dëgju tjetër shka. Në më thonë, kemi dëgju muzikë ma arktuse. Ma vonë, që qa ndodhë, thash. E pata në emision profesor Dr. Bahtir Shehollin, ndjes pas, ndoshta ke dëgju për te, në muzikologë jonë, Bali, thoshim ne, edhe... Ka qenë etnomuzikolog. Etnomuzikolog, pikrisht. Edhe më thret në emision, thotë, kësha pas qef me artë e ti në emision, thosh, mirë, da, hajde, ta përbëjmë një emision, një qarë, një topal, se ka qaluar profesori Bahtir ndjes pas. Ka qenë shumë i këndshëm. Dhe, ky masjell Riza Bllacën, dhe unë, tu me ndu që në folklor vetëm vrahet, grihet, janë këngët e gata në 1 orë, 2 orë. Aty dëgjova sa bukur i këndove dashuris, ashikishtës, nga Riza Bllaca, një autodidakt, i cili ka vdekur në vitin 1988, dhe ai bëri një thyrje në botkuptimin tim edhe në afërsinë time më të madhe me folklorin. Po të partë folklorista që kanë arë në emision të une kanë qenë Bite Sefës, nëse keni dëgju për ta. Agja Osman, Agja Brahim, Djes Past, Agja Imer dhe nipat djemë të tyre, që kanë qenë njerës të shkëllqyshëm, unë pastaj u mitësova me ta, tash nuk jetojnë plot për i tyre, po e pastaj është shumë interesant që mësë shumë të në radio unë kam pasur dhe kam misafir të zhandrit folklorik. Më dhënë që këndojnë, që kanë qiftë elit,
Si që harova me përmenda aty të logjistika dhe i strefi, që i bje shumë bukur, i stref Hajdari që i bje shumë bukur, që i vitelis edhe atë, më thënë e kam pas në studia dhe shumë të tjerë. Për ka që thonë që Riza Blaca është një farë Bob Dylan i Kosovës. Noshta nuk e di, veçaj se kam ri, se kam marrë Nobelin në kjo e kam marrë. Po. E kishe ka refuzu, për të në pare ti ka marrë, e din punën e ti. Po, kështu, mëntër, nëse se jemi ka fundi. Shpejt bre. Dikujt edhe i kërkuhet një lloj mesazhi, jo për të verbrin, po du një mesazh ose një mendim tonin, ose si një lloj kërkesë, nëse mund të themi, për njerëzit se si duhet të sillen me një njeri të verbër. Si duhet të sillen me një njeri të tillë? Shoqënia shtetit. Unë mendoj se thash, bukur shumë gjëra për këto. Po, nëse veç duhet thuhet diçka, unë thash mos ju çasni njeriut me paragjykime, me stereotip, flisni si me njeri normal. Unë mendoj se edhe ndonjë problem tjetër, po e zë me fëmijë autik, ose sindrom Down, ose diçka, duhet t'i qasësh dhe t'a respektosh aspektin njerëzor, dinitetin e tij. Do shta leximi dhe ato ta themi mirëkuptimi familjar që e kam pasur, për që mua asnjëherë s'm kanë lasdru, ta themi në thojza kështu, dhe pse kam pas gjithat mira, për nuk më kanë lasdru, sepse unë mendoj ta thash rrugës bashk, që një njeri nëse s'shef, o e zëmë, se ka ndonjë pavësi tjetër, nuk do të thotë që ky tash mund tjetë dhe i lejohet tjetë destruktiv dhe i dëmshëm për shoqëri, toksik, jo në asnjë mënyrë. Kjo të nuk të amneston, do të thotë që ti të bësh çfarë të duash. Por, je i vetëdijshëm. Si? Se je i vetëdijshëm. E pra. Njeriu që ka vetdije, vetëm ja lejoni të punoj, mos e paragjykoni, ftonin edhe në debate. Po e zëma, jo që unë për vetë nuk jam në idhtar i debateve politike, posaçërisht kur po bëhen zhurmshme, e s'po merret vesh, po flasin krejt për menjarë, edhe po të shkakton neveri edhe ti e qet edhe ngon një lojë futboll edhe knaqesh, ose basket, ose diçka tjetër. Më me ëndje, ose ne quiz që i mungon shumë enigmatika mendoj programeve tona. Se unë jam i thtar shumë i madh i enigmatikës. Edhin quizeve, asociacioneve, e anagrameve e tjera. E tash. Pra, kja është. Mos i shikoni si të rënë nga qielli, shikoni si njerëz normal, lejoni me punu, jo mi dhon lëmosh, po integrimi total në shoqëri. Mundësi. Sepse më tregon një miku im në një qytet të Kosovës, një fëmijë që ka autik, një voglush, 8-9 vjeçar, sa shumë e rëndësi, dhe sikur se në Maqedoni, nëse të kujtohet, ka qenë një rast kur e kanë largu prind atë fëmijë prej klasës të fëmijëve, se po i bëj ka damë këtyre tjerëve, kanë kërku po një vajzë që është ullë në bankë me te, i kanë diku të prindi vetë, se kjo e trajton shumë mirë atë djalosh, thot ma merë gomën, po ma këthen të nesër, me nune e kuptoj, ja lidh patikën, ku e dion gjëra tjera, dhe më dhënë, e trajton shumë mirë, një fëmijë kanë diku të prindit, sepse nuk i ka leju që ta largojnë. Unë mendoj që është shumë e pa moralshme, sepse morali është shumë i gjerë, ti e din. është e pa... Për atë ju pyta se nga një here... E pa ndershme. Se nga një here vynë vetëm pak informata të thjeshta bazike për me usiel normal, për me usiel komfort asaj që shsilni të gjithë në raport me njëni tjetër. Nuk e di, po e zëmë, po të ishim ne, unë e ti në Londër, a do të bëhesh në sonë të këto pytje? E vërtet. Po këtu duhet bëhen. Prandaj edhe ju pyta. Sepse, thash, gjithmonë nxjerrim konkludime ne pa i njohur gjërat. Ne jemi të prirun, më thash, ka do teori konspirative për çdo gjë. Jo, unë e di që kjo kanë më marrë vesh, ka me formu qeverin me këto, ka me bë këto, po a kise ka asë një informatë, hajtë qelë ma bet. Edhe këta njën ma mirë, ju lësë
Ma mirë bëni pyetje njerëzve. Si pe përdor telefonin, si po ecë, si po del atje, si po shkon qysh, pyetje ndoshta shumë thjeshta, ma mirë se me konstatu pa lidhje, pse s'po më gje, vjen njeri më fol, ose s'm fol hiç, edhe i thot atij tjetrit, mos i kallzo kush jam. Letja qëlla. Do të unë me ja qëllu, jo bre, po kjo tru. Kupton, ne herë të majnë men, bilej pa ta thonë dikujt qa, do të me të majtë men, kështu. Mentor, faleminderit shumë që ishe në Prizma. Dhe shpresoj që thamë diçka, unë me diturit e mija modeste u përpo që atë them diçka, po ta them drejtën në gjdo kontakt, qoftë me librin, qoftë sepse unë edhe pse punoj në radio, unë përcjell edhe media tjera, përpiqem të përcjell sepse kur më pyti një baba, nëse nuk e teproj, më pyti një baba për djalin e tij, tha, ka fillu më marrë mu muzikë, a kine e këshillë për djalin. Thash, po, le të dëgjon muzikë. Hysh, qashtu thash, nëse dërë me marrë mu muzikë, le të dëgjon muzikë. Edhe unë ju them, edhe trive, që merren me këto punë tona. Nëse dërë me bëhë gazetar për cilë një mediat, lexoni, sepse leximi është, e kanë thënë ata që flenë më pak se unë e ti dritan. Leximi tha gjimnastik për trurin. Mirë, me qenë se e përmeni leximin, ju edhe lexoni, edhe ju tash edhe deshta me pyet. Veç me shkru s'shkruj. Tekste po të këngëve, edhe kompozime disa, po me shkru kështu nuk shkruj. Si fëmi kam shkru, do vjersh, jo, po deshta me pyet sa e ka lehtësu teknologjia mundësin për ju? Shumë, gjithsesi shumë, edhe pse softveri shqip endes është përfundu krejt. Ata që janë më të kvalifikuar teknikisht do të tregonin, unë do t'ju rekomandoj disa njerëz që mund të bisedoni me ta dhe t'ua demonstrojnë praktikisht se teknologjia na ka ndihmu të gjithve, edhe neve. Dhe ama leximin e kam pasur gjithmonë pasion. Kam lexuar në braj. Kush janë shkrimtar që i pëlqen? Do t'i hin hak dikujt dhe do t'i hin hak dikujt sepse shija ime është e ndryshme sepse lexoj. Ata të hujt nuk na idhnohen, nëse janë shkrimtar të huj. Hajt për përmeni veç Pamukun për të huj, veç për përmeni klasikët që i din krejt. Për shembull dhe lexon 3 fjali dhe ka thënë një që kështu. Se me përmend letërsinë ruse, thot pëse për përmend rëst, me përmend këta pëse për përmend ata, kështu që e përmend Orhan Pamukun, që është një shembull i një farë tip disidentit, por që për mua është prej kronikanëve që kam lexuar, kronistëve, shumë të zot, dhe po që se humb një fjali, shkon e lexon shkarazi si i përqendruar, mendoj se do të humbë shumë dhe mund të humb krejt filli i asaj që shkruan ai njeri. Unë prej veprave ti kam lexuar vetëm 5, edhe shpresoj të lexoj edhe tjera më shumë. Natyrisht e dua Rumin e plot tjerë nesër. Prej tanëve bisedum një ditë me një mysafir që e pata, e kam dashur si personalitet edhe kam biseduar një herë me drejtori Gollin, s'po i përmend tjerë, sepse më ka pëlqyer qasja e tij, shumë e sinqertë dhe njerëzore, edhe shkrimi i bukur shumë edhe këtë pe përmendi sonte. Ka shumë që i du, po këtë e përmend. Mentor, faleminderit shumë që ishe në Prizma. Faleminderit Dritan, përshëndetje për televizionin të 7 dhe miru takofshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë, mentor.